prezentoj të ftuarit me Xhelal Mziun. Mirëse erdhe Mziu. Nëse që të kam studio, Pano Sokon, Pano faleminderit që më bashkohesh dhe sot. Indrit Sefa, mirëse erdhe. Faleminderit për ftesën. Sefa, interesante lëvizja e Partisë Demokratike, dje që arriti të imponohesh Berishës për të qenë pjesë e një reforme shumë të rëndësishme siç është territoriale, se deri në drek na u tha që jo. Është për të përgëzuar në fakt që deputetët më në fund arritën të imponojnë atë që ka nevojë qytetarët, që do të thotë që të marrin pjesë në një komision bipartizan, të ndërtuar me miratimin e dy palëve dhe për të nxjerrë një produkt që do të shërbejë qytetarëve shqiptar. Reforma e 2014-s rezulton e dështuar dhe pranuar edhe nga vetë qeveria, e cila e bëri një reformë të njëanshme dhe e ka treguar dhe vetë koha, po edhe vetë të gjitha statistikat ekonomike dhe të zhvillimit të këtyre bashkive, tregojnë që ka nevojë për ndërhyrje emergjente. Unë e kuptoj sot që Partia Demokratike është në një situatë jo komode, sepse normalisht ata i kanë numrat, domethënë majoranca i ka 84 votat e nevojshme. Por Partia Demokratike ka një detyrë ndaj qytetarëve shqiptar, të japi vizionin e saj se si e mendon ajo reformën territoriale. Në rast se majoranca, siç shprehet që ka këtë nevojë për mirë kuptime gjitha me radhë, por ne e dim fare mirë që ajo është thjesht një fasad për t'i treguar qytetarëve shqiptarë që s'është fare jonë se këta nuk vinë, opozita duhet t'ia heqë këtë armë majorancës. Duhet t'ulet aty, duhet t'japi variantin e saj, t'ia bëj të qartë qytetarëve shqiptarë kush është varianti i saj dhe të mirat dhe të gjitha frytet që sjell varianti i opozitës. Në këtë moment vetëm kështu mund t'i imponohet majorancës, duke sjell një variant më cilësor, më të pëlqyer për qytetarët shqiptar dhe më afër problematikave të tyre, duke nxjerrë këtë produkt saj në tregun mediatik, po edhe në sytë e qytetarëve, atëherë besoj që dhe majoranca do detyrohet nga presioni politik dhe presioni faktorëve të tjerë për të pranuar dhe propozimet të opozitës. Mziu, ishte revolta ajo e dieshmja, si ta kuvizojmë politikisht ajo që ju bët? Ju dhe disa deputet të tjerë, 9 ose 10, në mos gaboj. S'pari duhet të sqarojmë që nuk është dita e dieshme ajo që përcakton se çfarë duhet bëjmë ne, duhet të shkojmë apo s'duhet të shkojmë. Partia Socialiste si për herë prodhon lajm një gjë që s'është lajm dhe mbulon një lajm shumë të rëndësishëm, mbi fjala siç është, po themi, Këshilli i Mandateve apo probleme të tjera të cilët janë sot për vendin dhe pastaj krijon alibin sikur Partia Demokratike don të abandonojë dy çështjet më themelore që sot janë në Shqipëri, siç është reforma territoriale dhe reforma zgjedhore. Këto janë dy komisione të cilët janë miratuar me shumicën e votave, pra me të dyja kajet politike, janë domosdoshmëri të paktën për opozitën, por dhe partitë e vogla të tjera jashtë PD-s ose që nuk kanë qenë në të njëjtin koalicion, sepse kushdo e din që është përdorur, po themi, ligji në mënyrë të padrejtë për tjetërsimin e votave. Pra, Partia Demokratike është e angazhuar maksimalisht për të qenë në të dyja këto komisione të posaçme. Normalisht kur ka një komision të posaçëm është me dy kryetarë dhe me numër të barabartë. Pra, që këtu fillon abuzimi. Kur një komision drejtohet nga dy kryetarë dhe ndërkohë nga antarët e tjerë, do të thotë që të dy kryetarët bashkë me sekretarin që akoma nuk është zgjedhur sekretari dhe kjo jo për fajin tonë, po për fajin të majorancës, dakordohen për mbledhjet. Dhe ju e keni parë edhe kur filluam seancën e parë, papritur vajti edhe bëri një show, po themi politik, Mazniku, që në qelje të këtij komisioni, të njëjtën gjë bëri ditën e djeshme, vetëm e shohim nga mediat, por jo vetëm që e pam nga mediat, por del ndërkohë Tavlanti dhe mbars opinionin publik që ne i kemi abandonuar. Për ne, për Partinë Demokratike, po është e vërtet, i kemi abandonuar në momentin që u zgjodh në mënyrë të njëanshme, po themi avokati i popullit, dhe kjo ishte çështja, por ne nuk thamë që nuk do të marrim pjesë. Në shenjë të kësaj revolte, ne për një periudhë, 2 javore, etj, pati një zbrapsje, po themi, për të shkuar në këtë komision, po jo që do t'i linim.
sepse Komisioni i Reformës Territoriale është shumë i rëndësishëm dhe gjatë debatit të dieshëm dhe gjatë debatit jam një person që kam qenë në Komisionin e Reformës Territoriale dhe në 2014, por nuk jemi marrë në konsiderat, po themi nga mazhoranca asaj kohe, sepse edhe atëherë nuk pati asnjë lloj argumenti, po themi pse duhet bëjë reforma territoriale. Kujtoj për shikuesit që atëherë kauza numër 1 që përdorë të mazhoranca ishte që buxhetit shtetit do t'i kursenim 80 milion euro. E din kush do këte. A keni dëgjuar sot që të thonë se nuk e kemi realizuar këte kursin? Absolutisht jo, sepse jo vetëm që nuk e kanë realizuar, po unë po jap vetëm 2 shifra për ta ilustruar. Bie fjala, ne kishim 373 njësi vendore, kishim 17.000 punësuar. Sot që ne flasim, kemi gjerë dhe një bashki, kemi mbi 21.000 punësuar. Pra shfarë të thotë që janë, po japë thjesht kauzën për cilën ato ngritën, bën të kundërtën. Dhe ndërkohë, në vitin 2022, po prap me këmbgulën tonë, unë bën një komision i reformës territoriale. Po prap me bashkryetar, kam qenë dhe unë ati komisioni, kemi paraqitur argumentat tona të mjaftueshëm, edhe me konsulencën e ndërkombëtarëve, edhe duke marrë, po themi, shtete të Bashkimit Evropian si etalion të kësaj reforme, dhe ndërkohë kemi paraqitur 2 projekte. Një projekt me 94 njësi vendore dhe një projekt me 97. Për çudi të kësaj mazhorance nuk u realizuar. Tani, nëse dim se çfarë do të ndodhi këtë herë, po të pyes dhe Pano. Gjithë këtë bisedun e bëra për treguar që më shumë se ne, askush nuk është i interesuar për të patur një reformë. Pano, pati një mesazh politik nga PD-ja dje që u rikthye në komisione, se gjithë vinim dakord që kjo është e gabuar, ne dim se çai ka sjell bojkoti Partisë Demokratike, kjo është një reformë shumë e rëndësishme e të tjerë. Po, sigurisht, këta deputet arritën që ato mendimin e tyre ta maksimizojnë, ndoshta edhe me këto argumenta që thot zoti Mziu, po pati mesazh politik para se ndali pastaj tek ato çështje që zën pjesën e Luanit që janë çështje teknike, çfarë do të bëjnë, sa mund ta maksimizojnë dhe është kthim në shina të logjikës politike, logjikës administrative, sepse çfarë do të shikoj, pse ne duam një reformë territoriale, pse caktojmë ne komisionin posaçërisht si punë e kësaj me 2 kryetar. Sepse disa reforma janë të tilla që impakti nuk e kanë vetëm për jetëgjatësinë e një qeverie. Po e kanë në një shtrirje kohore ku mund të kaloj një qeveri, 2 qeveri, një klasë politike dhe një klasë tjetër politike. Dhe prandaj duhet konsensusi për këtë gjë, tjetë sa më i gjeri i mundshëm. Sa më i gjeri mund, po të kishim një ligj për referendumet, për shumë, ne mund ta kishim kaluar në referendum, do të duhet. Ta kishim kaluar në referendum, por nuk e kemi ndaluar në kushtetutë. Edhe për çështje tjera, po. Po, por reforma territoriale për shkak të impaktit, jetëgjatësisë, do duhet minimalisht të paktën të ketë vot besimin e të gjithë krahëve që janë politikë, jo vetëm të 2, por mundësisht të gjithëve. Pra të jemi 100% përfaqësuesit, të jenë dakord me këtë organizim që do t'i bëhet. Prandaj është shumë e rëndësishme kjo gjë dhe Partia Demokratike absolutisht që ka detyrën e saj, nuk është qef. Është detyrim. Është detyrim politik, ligjor që të shkojë të paraqitet aty. Dhe të luftoj, se unë e di shumë mirë. E di shumë mirë që mazhoranca do të mundohet të intimidoj, do të mundohet të thotë ju koca vini se ne do bëjmë. Këta do të bëjnë luftë të tyre. Opozita do të bëjnë luftën e tyre sepse është shumë e rëndësishme që ajo reformë që del andej, se shiko çfarë na bëri kjo që keq. Shiko çfarë, domethënë ne kemi 12 vjet që kemi miratuar dhe ne u penduam që 12 vjet pas 12 vjetërs, pse? Sepse reforma u bën në mënyrë të njashme. U bë e gjitha, u tha që u nis për shkurtim kostosh, por në fund fare na doli që ishte thjesht një kombinim, një vizatim gjeometrik elektoral për përfitimin e një partie politike. Po, që maksimizoi vetëm fitimet e saj në gjitha. Dhe ky është dëm që unë ja ngarkoj Partisë Demokratike që braktisi në 2014 reformën. Këtë nuk do ta bëj prapë Partia Demokratike sepse tani e kemi kuptuar kemi kuptuar me të provuar në kuriz që reformat që braktisen na dëmtojnë. Këta e braktisën dje dhe u kthyen pra. Jo, nuk diskutohet. Jo, po them për mesazhin politik. Mesazh politik nuk ka. Reformat nuk braktisen. Ziu në komision, nuk e diskutojmë. Ta çon nervin mbasniku, e di. E kuptoj sepse edhe unë kur i dëgjoj provokimi njërin tjetër, e kuptoj.
por aty brenda. Jo, aty brenda. Pse Mazniku provokon? Ke parë një gjë apo? Shiko, unë tentativa që ata... Si një figurë që po, atë çështje mund ta njohë mirë, mund të pikë Mazniku është pjesë e mekanizmit më. Po. Mazniku është bullon mekanizmi. Si profil politikane unë Nuk diskutoj fare, po është bulloni mekanizmit. Nuk po them Mazniku djali mirë, për kafe nuk e di. Po them si profil politikane është pjesë e mekanizmi, e cila do kërkon në çdo moment, jo vetëm aty, po në çdo moment kërkon që të nënshtroj gjithë spektrin tjetër politik. Gjithta do të jenë profesionalistë, s'mund të jenë tash kamikaz politik. Kush? Pa leti një herë, të shohësh se bëhen apo s'bëhen. Se mund bëhet Mazniku kamikaz politik në rastin e reformës territoriale. Leti japi një herë dorën, ta shikosh ti. Pyetja se kuptoj dot si mundet të bëhet. Tani, ka dhe një lloj integriteti, ka një lloj... Pyetje nuk e kuptova si mundet të bëhet. Është. Pa është bullon më. Tani është një mazhorancë e cila sot, edhe për dinjitetin e vet, nuk imponohet për të thotë që ne do mbajmë një qendrim, siç e kemi mbajtur gjithë këto vite, që do respektojmë çdo vendimmarrje drejtësisë, minimalisht. Pavarësisht se do të jepte dorëheqjen qeveria gjithë me radhë, këto nuk diskutohen, po unë po të them minimalisht këtë. Ka një kërkesë, ka ardhur nga struktura posaçme, patun të japin përgjigje, le ta rrëzojnë. Po them që fare, ta rrëzojnë orë. Se në fund ditës kanë numrat aty në parlament, kanë vullnetin e vet politik, po të bëjnë ç'të duan. Po ta bëjnë të paktën. Ne kemi kryetarin e parlamentit i cili është për faqen e vet zez, nuk e kupton dot funksionin kushtetues që ka. Ç'pun ka kryetari i parlamentit tani? Shtyn mbledhjen se të Taulant Balla pa datë. Ç'është kjo tani? Në këtë kuptim po them jo, ata janë pjesë, është tamam ajo që thotë Soko, që janë pjesë e mekanizmit, janë thjesht butona që bëjnë përballet me drejtsinë, janë përballje me drejtësi që do kanë kohën e tyre do të dashu. Kurse kjo reforma që po flasim neve, kjo na prek të gjithëve sefa. Dhe ideja është tani të kuptojmë. Do ta lidh me një zhvillim fundit që po i kërkojnë Partisë Demokratike dhe Partia Demokratike që ka kaq kohë që thotë duhet bashkohen gjithë faktorët opozitare gjitha me radhë. Do ma shpërdash temën se e kam Xhelalin për ta treguar çfarë do kërkojnë te reforma, po. Nuk ka nevojë të bashkohen të kenë të njëjtin vizion opozita, fare. Opozita në nivel teknik, me gjithë faktorët që ka, mblidhet dhe dalin me një produkt vetëm opozitar në lidhje me propozimin për reformën territoriale administrative. Nivel teknik. As nuk vete Luciano Boçi, as nuk vete Atlapa, as nuk vete Zoti Berisha, as nuk vete Gronshes, vete asnjë, vetë nivel teknik. Edhe thonë, çfarë i intereson qytetarëve shqiptar? Edhe këtë produkt jo domosdoshmërisht ta lidhi me nevojën elektorale që ka opozita, por, sepse kjo do jetë shumë e ngushtë dhe e mangët, ta lidhi me nevojën që mendon opozita që kanë qytetarë shqiptar, se fund ditës nuk është më çështje shpenzimesh dhe kostosh administrative, është nevojë që qytetarë shqiptar të marrin shërbimin. Ne kjo është diskutimi. A e marrim sot shërbimin apo jo? Mund të paguajmë më shumë qeveria shqiptare, mund ta xhojmë më shumë buxheti i shtetit, ama e dim që shërbimi marrë cilësor dhe siç i nevojitet një vend i aspirant për Bashkimin Evropian. Këtë duhet bëj opozita. S'ka nevojë fare me fare, as tulet Lapa i Sheu, Çori. Tani, një shkruar perceptimi sikur të thashë me fjalë të thjeshta. Sikur ju do të shkoni kot aty se këta i kanë 83+3, edhe ju do t'i tregoni shqiptarëve që ne e bëm punën tonë. Por a ka realisht elemente të cilët ju mund t'i imponoheni dhe që realisht ketë produktivitet? Besoni paraprakisht se nëse këta i quajnë Maznikun ose i quajtëm këtu, dashje pa dashje, kamikaz politik, unë s'dua ta besoj, unë besoj që, po, dhe këta për shumë arsye, 1001 arsye, do t'jenë pak, le të themi edhe për çështë Bashkimit Evropian, do t'jenë më të kujdesshëm. Ja ta ja përgjigjen. Gjatë ditës djeshme kishim një qasje për të qenë aktiv, po kështë dy mënyra për të qenë aktiv, po themi. Ose duke marrë pjesë në komision, ose duke bërë një komision ose duke punuar, po themi, paralelisht me grupet e interesit, me faktorin çdo faktor tjetër të brendshëm dhe me faktorin ndërkombëtar. Por absolutisht, nëse ne do të bojkotonim, gjithë fokusi do të ishte që ja këto kanë rënë dakord, po e lënë, po e bojkotojnë, se duan atë. Dhe në këtë kontekst, ne absolutisht do t'i ndjekim të dyja rrugët paralelisht. Spari duke u përballur në komision, duke dhënë argumentat, duke përdorur, po themi, indikator të cilët tregojnë që reforma ishte regresive, dhe ndërkohë duke marrë në konsiderat vendet Bashkimit Evropian të cilët ne
tentojmë për shkuar si që thot kryeministri në 2027-ën, pastaj një ditë thot 2028-ën, pastaj thot 2030-ën, njerë thot do të shkojmë, pastaj thot jo nuk e duam Evropën, etj. Pra, ne jemi të angazhuar që të japim kontributin ton, që të kemi një reformë territoriale koherente me vendet e Bashkimit Evropian, sepse ne shohim ndryshe nga mazhoranca sotme. Po ta shohësh Mazniku, që është thjesht nivel politike, asnjë lloj intuite nuk ka për këtë çështje, sa herë që del në televizor, thot, nuk janë rentabël, thot, nuk janë fitimprurse, ai ngatron sepse është mësuar gjithmonë kudo që shkon një punë se sa lek fiton, se sa para merr. Nuk e shef pushtetin vendor si një pushtet që duhet i dërgosh shërbimin apo qytetarëve. Pra, çfarë do të thotë? Pra, qasja kudo në botë është për t'i afruar sa më shumë shërbimin. Si mund të afruar shërbimi kur ti ke 373 njësi vendore dhe ke zbritur në 61? A ka shërbim? Po morë rastin, një qytetar që vjen, po themi nga Shëngjergji, e ka më të kollajt sot apo atëherë kur kishte komunën atje. Një qytetar, po themi në Dibër, që kishte 17 njësi vendore, kishte një bashki dhe 16 komuna. Tani është vetëm në një bashki. Më thuj mu si mund vijaj nga Kalaja Dodës, si mund vijaj, po themi, nga Selishta, që janë me 50 km apo 60 km, apo nga Lura, apo diku tjetër të marrë shërbimin. Pra, thjesht koncepti që ti don të centralizosh, pra, absolutisht ti don të largosh nga qytetari. Pra, nuk centralizohet, nuk shkurtohet numri i tyre. Tjetër, ne duhet marrim pjesë në komision, të përballemi bashkë me ato për të dhënë argumentat, sepse ato përtej kërkesave të opozitës, por jo vetëm të opozitës, të çdo qytetari i cili i dhimbset Shqipëria, është që të rrisim numrin e këtyre njësive vendore, sepse kemi bërë një gol të madh vetvetes, po themi me centralizimin e tyre. Ndërkohë, një ditë del Tavlanti, një ditë del Mazniku dhe thonë, do të bëjmë me 26 si në kohën e Enverit, pastaj thonë do të bëjmë me 36 si në kohën e Ramizit. Dhe harrojnë, po themi, harrojnë atë se çfarë funksionon në botë. Unë, bashkë me përfaqësues Partisë Socialiste në komisionin e 2022-2023 ishim në Kroaci, një vend që është antar i Bashkimit Evropian. Kroacia ka aq banor sa dhe ne. Ne jemi 4.2, ato diku ke 4. E di se sa kishin ato 556 njësi vendore. Kishin patur 580 dhe tha, ne nëzorëm një ligj dhe tham, nëse njësi vendore duen të bashkohen, kanë të drejtën për të bashkuar, po vetëm një kusht, që popullsia e 2 apo më shumë njësi vendore që duhet të bashkohen, duhet të kenë dakordsinë të 2 palëve apo 3 palëve nëse janë. Dhe thanë, nga ky proces, nga 580 kemi shkuar në 556. Pra, nuk vendos qeveria, nuk vendos kartoni i parlamentit, po vendosin qytetarët. Dhe së dyti tani, ne, edhe kur kishim 373 njësi vendore, kishim banor për njësi vendore më shumë se sa Kroacia. Ndërkohë ne vajtëm në 60. Po ja, me që jam të kjo pjesë, sot vendet e Bashkimit Evropian kanë me 6.000 banor për njësi vendore, 8.000 banor, maksimumi 10.000 banor, ose mesatarja, në total shkon ke 9.000 banor. E di se sa kemi në Shqipëri, kur kishim me gjatë një bashki, nëse morim gjithë shqiptare që janë edhe ato që janë jashtë dhe brenda, i thonë 70.000. Po i heqim ato që janë jashtë. Po morim vetëm 2.4 milion banor që sot janë në Shqipëri. Për 60 i bjen 20.000. E thënë ndryshe, 4 herë mbi mesatarën e Bashkimit Evropian. Pse budallëja është Evropa që i len, po themi, sa më larg, madje jo të maq. Ju keni parë në Itali, vendet e Bashkimit Evropian, në Amerikë, në Alaska, thot, sponsorizon qytetarët dhe ju jep banesa, ju siguron pensione, ju jep rroga që të mos të shpopulloj. Vetëm Shqipërinë ndodh që ta shpopullojmë vendin, të kemi ca grattaciela në Tiranë dhe në ca qytete të mëdha, në ndërkohë të ikin qytetarët. Pra, këto janë argumente që ne kemi. Tjetër, ku ke thonë që ka ca bashki që nuk kanë potenciale ekonomike. E ka zgjitur Evropa. Ne nuk pse do ta shpike rrotën Tavlanti, apo unë, apo dikush tjetër. Shohim Evropën. Ja se si vepron Evropa, po prapë i rikthehem Kroacisë ku ishim përfaqësuesit e të dyja kajeve politike vetëm 3 vite më parë. Dhe po them, këto 556 bashki, sa mbyllej viti, bëjnë mesatarizimi se sa janë të ardhurat për një banor. Dhe dilte e ardhura mesatare për një banor dhe operohi të gjitha njësit vendore që ishin poshtë mesatarës,
të cilët nuk kishin të njëjtin potencial. Bie fjala nuk mund të krahasosh ti Durrësin, po themin me Klosin apo me Ersekën që s'kan burime. Atëherë ai thonte, Spari, nëse ajo bashki nuk e ka zbatuar paketën fiskale, jo që s'do t'i japin, po pjesa që duhet ta grumbullonte nuk ja japin. Së dyti, të gjitha bashkitë që ishin poshtë nivelit, pra duke marrë në konsiderat zbatimin e paketës fiskale, ju jepte grant shteti, pra planifikohej që në fillim të vitit, dhe ndërkohë i jepej që të krijonte atë nivelin mesatar. Pra prap ato bashki që kanë të ardhura kanë më shumë, por bashkitë të cilët nuk kanë resurse, po themi balancimi tyre. Pra, pse tregojmë ne që filan bashki nuk ka kapacitet edhe ne do të ulim. Pra, po është një gënjeshtër. Bie fjala kur para se sa bën një reformë të dytë për sa i përket nivelit pagës, ka pas, po themi, jurist, ekonomist, inxhinier, që kur punonin në Bashkinë e Tiranës kishte një tjetër nivel pagë. Kur shkonin ke bashkitë e nivelit dytë kishte një pagë më të ulët, pastaj pagë nivelit tretë. Sot është unifikuar paga. Pra, një që punon edhe, po themin, me Maliej, dhe dikush që punon në Tiranë e ka pagën një lloj. Pra, burimet njerëzore janë të interesuara se vlerësohen me lek. Pra, nuk ka asnjë lloj argumenti, po themi, për ta cunguar, po përkundazi për ta arritur dhe për shkuar fiks aty ku ne shkojmë. Pastaj ka edhe një problem tjetër. Është disproporcionaliteti që është krijuar sot në Shqipëri. Ku ke parti një trajtim, po themi, krahinor që i bëhet Shqipërisë? Dhe unë po t'jap një shembull për ta ilustruar. Po morim Gjirokastrën. Ka 7 njësi vendore. Vetëm njëra prej tyre mund të konsiderohet si minoritet. Po e lëm 6. Ndërkohë, po morim Lezhën. Lezhë ka popullsi 2.5 herë më shumë se sa Gjirokastra. Ka vetëm 3 njësi vendore. Tani, po pra për analogji, më përpara duhet të jetë Këlqyra, apo duhet të jetë Shëngjini që ka 20 herë banor më shumë. Duhet të ishte Këlqyra, apo me Malie, apo duhet të ishte, po themi, Laçi, apo Mamurrë si njëri nga këto. Duhet të ishte Miloti, apo duhet të ishte, po themi, një tjetër. Duhet të ishte Rubiku, apo të tjerë. Pra, çfarë do thotë, është përdorur një disproporcionalitet, ose fush kruja apo kruja. Po jo, se kjo situatë ka krijuar një precedent. Bie fjala, po ta shohësh qarku i Dibrës dhe qarku i Kukësit janë qarqet më të varfra në Shqipëri dhe në rajon. Dhe jo pak rol negativ në këtë drejtim e ka luajtur reforma territoriale. Dhe këtë nuk e them unë, e thot Banka Botërore, e thon statistikat për bujqësinë, e thon mbyllja shkollave, e thon mbyllja qendrave shëndetësore, e thon statistikat e emigrimit politik dhe ekonomik që bëjnë qytetarë shqiptarë. Ano, çfarë rreziku mund të ketë reforma? Çfarë do të konsiderohet si gjë më të keqe që mund bëjnë ta sërish? Renditje Xhelali një gjëra që ka ndodhur, apo? Çiko. Çfarë kemi dëgjuar se mund të bëjnë për interesat e tyre? Kush është armiku i reformës lokale? Qeveria qendrore. Qeveria qendrore ka në interesin e më dëgjoj. Ka në interesin e vet zhbërjen e decentralizimit. Ka në interesin e vet centralizimin. Pra, sa më i dobët të jetë pushteti lokal, aq më fort është qeveria qendrore. Pra, shiko, po ka mundësi, se i referojmë në kohën e Enverit. Në kohën e Enverit nuk kishim pushtet lokal. Kishim deg të pushtetit qendror. Pra, siç mund ta kemi dhe sot. Komiteti ekzekutiv. Bravo. Komiteti ekzekutiv ishte deg e pushtetit qendror. Ëndra e Ramës është mos kemi fare bashkim. Të kemi agjensitë e ministrive, pra dega e Ministrisë së Bujqësisë, dega Lushnjë, dega Kruj. Pra, e vetmja forcë që po ushtron presion sot është Bashkimi Evropian. Pse? Sepse ne kemi kartën e decentralizimit Bashkimit Evropian. Ata e kanë kriter. Ata nuk ta falin këtë. Pra ata duan që ta dublojnë patjetër në le të themi në logjikën e check and balance, pushteti qendror do duhet balancuar me pushtet lokal, i cili do të përmbush disa detyrime që nuk i përmbush dot pushteti qendror, me thënë të vërtetën. Por ka një kriter. Pse? Po i përmbush pushteti lokal sa detyrime, sepse është afër njerëzve. Pra, që të ekzistojë pushteti lokal duhet të jetë sa më afër njerëzve. Duhet jetë, pra mundësisht në vijë distante të tillë që të mund të arrihet me këmbë. Sepse ti duhet mendosh, jo të gjithë qytetarë kanë makinë. Jo në të gjitha rajonet ti ke shërbim publik, transporti. Pra, logjika parsorë mbi cilën ndërtohet ideja e pushtetit lokal është që gjithë secili nga qytetarët, çdo kush kudo që jeton, në gjithë vendin,
të ketë mundësi që me këmbë brenda një kohe të arsyeshme të aksesojë pushtetin. Qeveria nuk e akseson dot. Pushtetin lokal po. Kush është frika tani? Përballë të interesit që ka publiku, kemi interesin që ka qeveria. Që mos ketë fare bashki. Mundësisht mos ketë fare. Ky tashmë i ka uzurpuar, po do t'i uzurpojë dhe ligjërisht. Pra do që t'i shbëjë sepse ai ka marrë me KKRT, me AZT, me gjitha këto agjencitë qeveritare, jo ka marrë kompetencat bashkive. Bashkive jo ka marrë kompetencat, të cilat që në fillim fare nuk i pajis me paketën fiskalit nevojshme për ta bërë funksionale atë bashki. E dini pse nuk janë funksionale, sepse ne nuk ndam asnjë nga taksat kombëtare për bashkinë. Absolutisht. Ju tham ne vendosin tarifa, vendosin taksat tuajt, ju dham vetëm atë taksën e infrastrukturës dhe kaq. Pra, bëni vetë çfarë doni. Sepse nuk donte ky që të lëshonte pushtet nga pushteti qendror. Decentralizimi, çfarë do thotë? Të pjesëtosh pushtetin. Të pjesëtosh lekët. Pra, në një vend të Bashkimit Evropian, me veprime dhe me deklarata ku shkon dhe i shkarkon. Ai do që t'i zhbëj molla, do t'i zhbëj fare më. Tani i ka fizikisht, pra le të themi efektivisht janë në urdhrin e tij i ke parasysh si i vendos sikur i ka ministra, më kupton? Si ministra që i bë aty. Shkon atje me blok dhe i shkarkon. Me blok e thotë ti je i shkarkuar, ti do shkarkosh ti do bësh të. Po t'jap dhe një argument, më fal. Po morim rastin pse i duan 41.000. Se ti kujto se punojnë ato 41.000 veta nga 17.000, unë po t'jap vetëm një shembull. Unë kam qenë kryetar bashkie deri në vitin 2019. Atëherë popullsia ka mos ishte më e madhe se sa sot. Unë kam patur 376 veta të punësuar në bashki. Ma ke thënë këtë. Dhe sot e disa ka bashkia Kamzës 2800 veta. 2800? 2800 veta. Në 6 vite është 7 fishuar. Po pse ti kujto se ka aq punë për të punuar aty? Sepse ne jemi digitalizuar. Ne duhet të arrisim më tej eficiencën, po themi, e një punojësi. Pse janë nuk i bëjnë kryetarët e bashkisë në fakt këto. I bën kryeministri. Pushtetin vendor, kryeministri e përdor si një thes përdorur për vota. Dhe unë po them, nga 2800 që janë në Kamz, maksimumin punojnë 300, ja 400 veta, ja 500 veta. Po të tjertë vetëm din bangën se ku të fusin atë kartën për të marrë. Absolutisht. Ja ku jemi këtu, të letë shkojmë ku, doni të shkojmë. Cilësia e shërbimit edhe kjo nuk është vetëm Kamz. Jo, po duhet në një raport në një gjë për se unë ta thash, nga 17.000 e pristim që tulli numri, vajti në 21.000. Dhe për shkuar tek ajo që thot Soko, centralizimin kjo ka, kjo do në shtri ato tentakulat, po themi, të pushtetit qendror kudo, dhe kjo ka shkel dhe kushtetur, unë po ja vetëm një rast tjetër, po themi, për te dhe pushtetit vendor. Ku ke pati, po themi, kjo ka përdor Shqipëri në 3 rajone. Jashtë konceptit kushtetues. Ne kemi Qarqe, ne kemi vetëm Republikën, po themi, kemi dhe bashkit. Kjo ka shpikur rajonet. Bje fjala, sot një mësues në Qakun e Dibrës e ka drejtorin rajonal në Durrës. Dhe drejtori rajonal i arsimit mbulon Qakun e Durrësit, Qakun e Tiranës dhe Qakun e Dibrës. Po këtë gjeta bëndë me reformën drejtësime. Po pra, tjetër, e njëta gjë, ne po shkojmë në zhveshjen e qytetarit nga shërbimet. Sepse ku shkoj të atakoj e mësuesi atë në Durrës? As ka shanse. Që hoqi kadastrën në fund. Ja hoqi kadastrën, po. Reklama dhe do t'jap minuta, se fa, kthehem pas pak. Me të ftuarit në studio, se fa, minutat tashmë janë për ty se i takon asaj se çfarë realisht synojnë të bëjnë me reformën dhe kush janë pikat më të forta cilet realisht mund të shkëlqejë Partia Demokratike nëpërmjet jo vetëm si subjekt, por nëpërmjet ekspertëve, njohësve. Shiko, fatkeqësisht, si thash dhe më parë, Partia Demokratike është në një pozitë jo komode. Çështje numra shifrash, po votash. Realist në këtë pjesë. Dhe Partia Demokratike duhet fitojë zemrën e qytetarëve, sepse nuk i imponohet dot me vota majorancë. Majoranca ka një projekt vetën që të cilën me shumë gjatë do ta votojë në parlament. Ama detyra e Partisë Demokratike është të fitojë zemrën e qytetarëve shqiptar. Thotë që majoranca është një majorancë represive. Nuk ka në zemër interesin tuaj, po ka interesin e vet. Që do të thotë, ka interes për të futur sa njerëz në punë, për të ardhur në dëm tuaj për mos ofruar shërbim. Projekti që ka Partia Demokratike është ky. Është në këtë mënyrë ne mendojmë që shërbimet që do merrni ju do të jenë më të mira. Dhe këtë ka detyrë Partia Demokratike. Në rast se ne pasaj do kemi një majorancë e cila do jetë reflektive dhe do ketë për zemër interesin e qytetarëve, që unë se besoj në asnjë rast me të drejtën,
atëherë patjetër mund të marrë dhe propozimet e PD-s dhe mund të bëj pjesë të një projekti përfundimtar. Por sot Partia Demokratike ka betejën me qytetarët shqiptar. Domethënë e ka jo betejë me ta, domethënë e ka luftën për të fituar zemrën atyre dhe për të shpjeguar që ne mendojmë që interesi juaj më i lartë është ky projekt që ne po ju ofrojmë. Pavarësisht se majoranca nuk do. Edhe këtë nuk mundet do t'ja bëjnë ndryshe për sa kohë që majoranca e ka ato numra në parlament. Tjetër gjë, unë mendoj që Partia Demokratike të njëjtën veprim do të bëjë edhe me Komisionin e Reformës Zgjedhore. Do të funksionojë si një organizim perfekt midis forcave opozitare. Duhet filloj të përgatitet. Po marrim atë që tha zoti Mziu, që ne u larguam se u zgjodh avokati i popullit. Faj kujt është? Se duhet të kuptojmë tani që edhe PD-ja ka funksionuar në mënyrë të çorganizuar. Pse Partia Demokratike? Po përdorën për ato firma. Po fare pra, pse duhet ndodhi? Pse duhet ndodhi? Për çfarë duhet ndodhi ajo? Partia Demokratike, pse ndodhi? Ja, ngjo pra, Partia Demokratike mbledh aleatët e vet, mbledh forcat opozitare në nivel teknik gjithmonë, dalin vetëm me një emër. Dhe thonë majorancës, propozimi i Partisë Demokratike dhe gjithë opozitës është ky emër. Urdhëro zotërin, nëse doni ta firmosni dhe ta votoni, në rregull. Në rast se nuk doni, tur për ju, faqja ju e zezë dhe vazhdoni punën. Partia Demokratike i dha firmat gjithë kandidatëve të mundshme. Pse duhet ta bënte këtë gjë? Pse kush është arsyeja që duhet ta bëj? Në këtë variant, po them, duhet funksionojë edhe Komisioni i Reformës Territoriale, edhe Komisioni i Reformës Zgjedhore. Partia Demokratike në nivel përsëri, po them, në nivel teknik, nuk ka rëndësi më bashkimi për dalë në televizor ose për dalë në protestë gjithë liderët e opozitës aty. Sepse disa prej tyre kanë interesa të tjerë, edhe elektoral, po kanë edhe interesa të tjera. Po kanë edhe interesa të tjerë për të ardhmen e tyre, sepse mendojnë që zhvillimin e partisë tyre kanë në një moment tjetër, në një projekt tjetër. Edhe mbase nuk bien dakord për shumë arsye. Ama për gjëra thelbësore, siç janë këto që ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve, duhet të kenë një variant. Kush është sot rreziku që na shkakton Partia Socialiste për interesat e saj të maksimizimit të pushtetit me reformën territoriale? Rreziku i vetëm është mosmarrja e shërbimit. Ky është problemi më i madh. Po si të shkojnë deri te kjo? Nëpër çfarë më ka ose çfarë dim deri tani? Çfarë sinjalesh na kanë dhënë? Çfarë do bëjmë 36 bashki. Do bëjmë 36 bashki. Unë për shembull personalisht si variant jam mund ta pranoj si variant unë. Ama nuk mund të jetë 36 bashki vetëm me një nivel qeverisje. Çfarë do të thotë? Mund të kemi një kryetar bashkie për një bashki të madhe, po këto njësitë administrative duhet të jenë zgjedhura nga qytetarët, ai kryetari i njësisë administrative atje duhet të jetë i zgjedhur nga qytetarët, ta zgjedhin vetë ata, në kuptim që të kenë më shumë kompetenca, të decentralizohet dhe bashkia e madhe, edhe të jetë në formë piramidale. Domethënë, zhvillimi i territorit nuk mund të jetë çdo komunë siç e kishim ne. Çdo komunë vendos për territorin e vet. O do të kemi një plan të përgjithshëm zhvillimor të territorit të Republikës së Shqipërisë. E gjitha këto gjërat, këto duhet t'i shikojmë me prioritet. Prandaj po them, PD-ja nuk duhet të vejë domosdoshmërisht në këtë komision e fokusuar te numri 100 që ka. Se unë e di numrin 97 që ka PD-ja ose 100 po them bashkive, është i fokusuar ka 10 vjet, që thonë ne duam 100 bashki, që nga reforma e parë. Nuk është çështje ne duhet të përcaktojmë numër. Ne duhet të përcaktojmë kompetenca. Çfarë do të thotë? Çfarë kompetenca do të ketë njësia bazë, qeliza bazë e pushtetit vendor? Do të thotë, qytetarët mos vënë në bashki të mëdha të Tiranës së Shëngjërgjit, po njësia administrative që ka atje në Shëngjërgj të japi ti mundsoj një numër sa më të madh shërbimesh që ai të ketë sa më pak nevojshme për të ikur që atje, për të marrë shërbimin aty ku ai jeton. Këtë do të them unë. Kjo është diskutimi që duhet bëj PD-ja dhe PD-ja do të jetë mend i hapur te kjo gjë. Do të vi me një variant konkret, po them, me një variant i cili t'i tregojë qytetarëve shqiptar që ky është për të mirën e tyre. Dhe ky do ju shërbejë zhvillimit ekonomik, social kulturor dhe do i bëjë më të lehtë jetesën aty ku janë. Jo domosdoshmërisht vinë në qendra urbane, se ne fatkeqësisht sot shohim që po jetojnë sa më shumë qytetarë po vinë në qendrat urbane, po i lënë qendrat rurale. Dhe kjo është fatkeqësi e madhe. Me thënë drejtën. Edhe ndikon të cilësia e jetesës, edhe për qendrat urbane, edhe për qendrat. Çfarë roli mund të kenë partnerët? Si mundet të ndikojnë në këtë? Kanë hapësirë. Rama thotë që në 2029 do hyjmë Bashkimin Evropian, 2027-ën. Unë them do zoti sa më parë. Ka mundësi të hyjmë për pas 6 muajsh? Jo se fiton Rama, s'më intereson fare. Po mekanizmat monitorues Bashkimit Evropian do bëjnë të mundur
të hendek kaq të madh midis pozitës dhe opozitës, ta zvoglojnë. Që do të thotë, nuk mund ta lënë me Ramën ata të bëj çfarë do Rama me dorë, thotë un kam vota do bëj çfarë dua, sepse ja mekanizmat e monitorimit të Bashkimit Evropian që nuk ta lejojnë. Dhe po them, qofse është për tyr, një orë më parë, ka mundsi nesër, kështu siç jemi, kështu në këtë gjendje siç jemi. Bashkimi Evropian ka pranuar Bullgarinë e Rumaninë që ishin janë akoma në drejtë që nuk thuhet, imagjino dhe vende tjera. Unë po them që Bashkimi Evropian dhe Shqipëria dy sa më parë, edhe për këtë qasje, PD-ja, ja mbarova, më fal. PD-ja do të ketë qëllim jo vetëm se mendon se i bën nder Ramas që hyn Shqipëria në Bashkimin Evropian, i bën aq nder sa që bëri NATO Shqipërisë dhe sa që bëri PD-s. Mirë, po... Antarësimi në NATO i bëri nder Shqipërisë. Ishte këtu që a mund të na... Antarësimi në NATO i bëri nder Shqipërisë. Fitoi Shqipëria, pavarësisht se Partia Demokratike ishte në qeverisje, mori meritat e veta, po kur erdhi puna, nderi ka bërë Shqipërisë, i ka ngel Shqipërisë. Ju mbështetjen e partnerëve Zemziu në këtë reformë që po, vjen e kuq që deri diku edhe mund t'ja diktojnë ose mundet që të imponojnë, po duhet që të keni ju mbështetjen dhe të jeni bashkë me punën që mund të bërë deri tani për këtë qasje. Nuk ka lidhje në fakt kjo kemi mbështetje, s'kemi mbështetje. Partia Demokratike e Opozita janë të angazhuar maksimalisht për të krijuar standarde në radhë parë për qytetarët dhe ndërkohë për të qenë standarde siç i ka dhe vendet e Bashkimit Evropian. Pra, ne po tentojmë dhe njëherë që ai që tjetë përfitues tjetë qytetari. Dhe nuk bëhet vota nëse ne i bëm nga 60 i bëm 100 apo i bëm po themi 36. Ne po themi duhet që qytetari të ketë mundësin e shërbimit. Së dyti, ne duhet i krijojmë pavarësinë financiare dhe jo centralizimin. Ne duhet bëjmë decentralizimin, pra të kundërtat e asaj që thot kjo qeveri, jo se nga oreksin që ne të bëjmë të kundërtën, por qeveria sot ka një qasje totalisht anormale. Dhe jam po prap kundër Sefës që thot ta bëjmë me 36, unë nuk e kuptoj, unë sa dhash disa argumenta, po për te argumentave, ne po themi të shkojmë vendet e Bashkimit Evropian. Le të zgjedhim se cila nga ato shtete të Bashkimit Evropian që ka standardin e Shqipërisë. Asnjë nuk cungon pushtetin vendor. E vetmja gjë është vetëm referendumi popullor që bëhet në 1, 2 apo 3 njësi vendore që duhen bashkohen. Vetëm ato vendosin, kurse këtu vendos uni, nuk vendos as Mazniku, as 83 mandatet, po si është oreksi i kryeministrit. Pra, ne do të vazhdojmë paralelisht në 2 qasjet që ne kishim dhe ditë në ndjeshme. Pjesëmarrjen në komision për të argumentuar çdo gjë që shkon në të mirë qytetarëve dhe koherent me vendet e Bashkimit Evropian. Së dyti do të vazhdojmë paralelisht, ju e keni parë që kanë filluar tryeza të opozitës dhe nuk kanë vetëm protestën, por kanë për të krijuar një front të gjërë kundër këtij regjimi dhe për të krijuar gjën më elementare, votën e lirë, heqjen e frikës, shërbimin ndaj qytetarëve. Kështu që në këtë kontekst, në të dyja komisionet, po themi, e posaçme që janë ngritur, kanë fokus për të bërë një reformë bashkëkohore. Mje fjala, e thash atë siç është, po themi për reformën territoriale dhe që do të përdoren gjithë specialistët dhe kontributin e partive opozitare, jemi absolutisht skeptik nga kjo mazhorancë, se jo të kur ka kartonat, po edhe kur si ka kartonat, ajo është shkel ligjin, por ne do të tregojmë të vërtetën qytetarëve dhe kujtdo për gjëra të cilat nuk shkojnë dhe që kryeministri i përdor vetëm për efekt korruptiv dhe elektoral ndaj tij. Dhe së dyti, paralelisht me këtë, duhet dhe po punojmë edhe me ekspertë dhe që do të ketë tryezën e gjithë grupeve të interesit dhe partive opozitare në reformën zgjedhore. Vetëm Shqipëri ndodh që kemi një reformë zgjedhore që e ndryshon sa herë mazhoranca don dhe që është asnjë lloj reference me vendet e tjera. Bie fjala, ku ke pati që bën votimet në prill dhe ndërkohë në shtator organizohet qeveria. Bën pas 4 vitesh siç ishte tani me 11 maj dhe qeveria me 20 shtator. Më thuaj mu, kush është ajo stres e qytetarëve që nuk të ndohet nga frika e 5 deri në 6 muaj
po themi koherencë, edhe nëse qeveria do të humte apo të fitonte. Më thuj mu, një që punon në administratë publike, ka guximin të votoj kundër qeverisë, ku ka 6 muaj, një që është biznes, ka guximin që ta lënë 6 muaj këtë qeveri edhe nëse ajo humb për të votuar kundër, më thuj mu një grup kriminal. Mundet që ai ti dal kundër qeverisë sepse e fut në burg gjatë këtyre 6 muajve? Një, së dyti, problemi tjetër që është, po themi tek reforma zgjedhore. Po prap një rast. Një qytetar që është në një votues që është në Vlorë dhe një votues që është në Dibër apo në Qarkun e Kukësit, një deputet që ka dalur në 3 palë zgjedhjet e fundit në Qarkun e Dibrës dhe në Qarkun e Kukësit ka 13.000 deri në 14.500 vota, i majtë dhe i djathtë. Një deputet që del në Qarkun e Vlorës ka 8.000 deri në 8.500. Pra, vetëm nëse bëjmë analogjinë midis Vlorës dhe Qarkut Dibrës, ne duhet kishim nga 5, duhet kishim 7, dhe ato duhet kenë, po themi, nga 12 duhet kenë 10. A nuk është vjedhje e pastër kjo 2 mandate vetëm brenda 2 qarqeve në tavolinë? Se mos vetëm kjo. Kjo është e tjetër që realisht do trajtuar se... Së dyti, ku ke parti që t'hiqen koalicionet? Ku ke parti që t'hiqen koalicionet? Së treti, ne themi që të vendosen koalicionet, që votat e partive të vogla të cilët një deputet mund të ketë dalë me 60.000 vota, kurse një deputet i mazhorancës ka dalë me 6.000 apo me 7.000 vota. Pra që të krijojmë atë proporcionalitetit e votës dhe përfaqësimit në parlament. Tjetër element të cilët ne duhet ta bëjmë, le të bëhet rajonale, le të bëhet kombëtare, po të bëhet rajonale që mund të jetë me 3 rajone, me 4 rajone. Tjetër, po themi vota e hapur, tjetë lista hapur. Tjetë lista hapur në mënyrë të tillë që gjithë secilit morë kontributin. Pra, të gjitha këto, absolutisht po. Këto janë mendime të mia, të Partisë Demokratike dhe të partive aleate, të cilët ne duhet të krijojmë një koalicion të gjerë ndaj një qeverie, ndaj një klike e cila don, duke përdorur këtë lloj instrumentash, të qëndrojë në pushtet. Pano. Unë shoh punën e reformës territoriale, dhe natyrisht gjithë produkti i reformës territoriale në radhë të parë është për çështjen e reformës territoriale. Në radhë të dytë është për të treguar, për të dhënë një model. Opozita në kohë, tani unë e shoh opozitën, le të themi gjithë bashkë dhe unë i fry kësaj erës që duke se shumë po fryn këto kohë, që opozita do duhet që të bashkohet, paktën le të themi faktorët publik opozitar të bashkohen, të paktën për 2 reformat e mëdha. Kjo është qëllimi. Pra, të paktën ata mund mos shkojnë bashkë në zgjedhje, mund të shahen, pastaj kanë mbrapa etj. Po jemi këtu për reformë territoriale dhe për reformën zgjedhore, të cilat janë gurë themeli të lojës së demokracisë. Këto dyja janë gurë themeli. Loja demokratike ka 2 gurë themeli që është reforma territoriale dhe zgjedhorja. Do duhet të bëhen bashkë. Ky është misioni politik që ka opozita në këtë çështje, pra për çështjen e reformës zgjedhore. Dakor, e beson të sira që vetëm diçka lidhe me këtë. Të vetme betejë që opozita i është imponuar mazhorancës, ishte betejë morale që kishte lidhje me linjën e dekriminalizimit. Si kishte votat opozita apo jo? Ama ju imponua sepse ishte një betejë e drejtë, ishte një betejë morale, dhe fakti tregoi që edhe pas disa viteve, kjo reformë jep akoma rezultate. Shërben. Çka do të thotë? I ka shërbyer politikës, i ka shërbyer shoqërisë, dhe ka lëvuar element kriminal nga përfaqësimi politik, që ishte një smundje e madhe e qeverisjes ose e profesionit parlamentit aktivitit, po edhe pushtetit lokal. Po. Tani, e vetëm mënyrë që PD-ja, opozita në këtë rast, ti imponohet mazhorancës është të jetë një betejë morale. Domethënë të ketë betejë, të ketë morale. Po drejtë ta ketë. Dhe kjo betejë morale të jeni të bindur ju që merr dhe mbështetjen e të gjithë faktorit ndërkombëtar. Është faktori ndërkombëtar ai që trysnon mazhorancën, sepse thotë që betejë që po bën opozita është e drejtë dhe është morale, është për shërbim të qytetarëve. Çka do të thotë? PD-ja do të bëjë një sakrificë të madhe që lidhet me reformën zgjedhore, që do të heqë monopolin e opozitës. Çka do të thotë? PD-ja sot është shumë konservatore në ruajtjen e monopolit të opozitës. Unë jam shumë dakord me ato që ka tha zoti Mziu, sepse ato janë propozime të Partisë Demokratike në Komisionin e Reformës Zgjedhore në vitin 2024. Deri në mars ishte Komisioni i Reformës Zgjedhore, që u zhbë pastaj. Propozimet e dërguara nga Partia Demokratike në atë komision janë propozimet të jashtëzakonshme.
që votim numrimi elektronik, Shqipëria një zonë zgjedhore, votimi me listat hapura, parapëlqyese, gjitha më radhë. Edhe pushteti lokal, kemi thënë të ato propozimet, dhe bëhet me 2 raunde. Çka do të thotë? Të gjithë forcat opozitare le të garojnë, po nuk pati 50% balotazh. Ky është një propozim që e bënte Partinë Demokratike të hiqte dorë nga monopoli i opozitës. E mendon se është gati ta bëj këtë? Shikon? Qofse nuk e bën, e kanë dëmt vetë, ma besoni këtë. Qofse nuk e bën, e kanë dëmt vetë. Sepse ti nuk lejon që të bësh një rotacion politik, Rama i ka zhdukur gjitha forcat e vogla të majtë. I ka zhdukur. Realisht i ka zhdukur. Nuk është pura se i ka zhdukur, i ka përthit gjitha brenda. Nuk kam as i parti tjetër të majtë. Mbani mend që në 2013 ishin 40 partia, 30 parti sa ishin. Sot nuk e asnjë, i ka zhdukur. Tani, nëse ti do të mundesh Ramën me modelin e Ramës, më duket shumë e vështirë. Ama nëse ti do ta fitosh dhe dalësh përballë, të gjithë fluksin opozitar të qytetarëve shqiptar, ta kanalizosh në kundërshti reale ndaj Ramës, atëherë ti ç'a bën? Heq dorë nga monopoli i opozitës. Dhe monopoli prap, pavarësisht se PD do të prap superfuqi në opozitë, forca më e madhe për shumë vite gjitha me radhë. Por ama i jep mundësi dhe nuk i jep argument forcave tjera, thotë që ne nuk vim aty, se ne po erëm aty shkrihemi. Edhe në fundit po ta mendosh, nuk e kam faj, nuk kam faj çkretet. Problemi është që në rast se PD heq monopolin e opozitës. Sefa e dëgjoj atë se çfarë thash unë, nuk është një fjalë, po themi, e thënë nga unë, është një fjalë e cila është objekt i Partisë Demokratike dhe gjithë forcave politike opozitare. Ka disa nga këto subjekte që edhe nuk duan të afrohen, thonë du t'ik Sali Berisha apo t'ik PD-ja. Bile mosh ka dhe nga zoti Sefa që thotë nuk duhet morë atë rolin e liderit. Ato se kush është lider në një koalicion apo dikush tjetër e përcaktojnë votat e qytetarëve. Por ajo që çfarë ne duhet bëjmë si opozitë sot është që çdo parti politike duhet tjetë në tryez dhe ta ndjej veten i barabartë në propozimet e tij dhe ajo që është finale tek votat. Pra të ketë një përfaqësim dhe bie fjala partia e vogël, edhe nëse ikin votat, të jenë brenda koalicionit, ashtu siç një parti e vogël mund favorizohet për shkak të koalicionit për të prodhuar më shumë deputet. Bie fjala ajo partia që ka marrë 40 apo 60 mund të ishte sot me 6 deputet, nëse do të kishte qenë në koalicion. Po kur është në koalicion, votat e saj shkojnë tek partia lider apo mund shkojë edhe te partia lider, po themi brenda opozitës. Unë besoj që është momenti më i mirë që çdo opozitar duhet të bashkohet vetëm në qëllim për të ndryshuar gjërat të cilët janë në të mirë të edhe të opozitës, por edhe të shqiptarëve. Faleminderit. Faleminderit me mua në studio sot. Faleminderit dhe ju që na ndoqët. Nesër, si zakonisht, jemi në 9.